Të vëshoja të zbutet jetë 8 ose 7%, sepse ne jemi të diskriminuar edhe me rajon. Ne jemi vend të cilët edhe po pritojmë të prodhojmë. Ta pranojmë edhe këto. Do të thonë, jemi vend i cili më shumë varemi komplet nga import. Unë mendoj se duhet bëhet edhe me keq në të ardhmen. Gjatë ditëve të fundit nëpër media është diskutuar shumë çmimi i specave, pemëve, perimëve që është ngrit shumë nëpër Dyçane, nëpër Prishtinë edhe komuna të tjera. Na kemi ardhur tek tregu i Gjelbërt këtu në Fushë Kosovë, kemi me fol me një prej importuesve më të mëdhenj në këtë zonë, i cili ka më na treguar se me çfarë çmimi po vinë pemë dhe perimet, pse janë ngrit çmimet edhe cilat janë arsyet. Çka duhet me bëu qeveria për më ndihmu tregtarëve edhe fermerëve në këtë rast? Quhem Osman Feza nga subjekti Onera SHPK Prishtinë, të cilët merremi me importin e produkteve fruta dhe perime, operojmë këtu në tregun në shumicë. Sa i përket pyetjes juve rreth këtij debatit, i cili është ngjall kohëve të fundit për çmimet e shtrejta të produkteve bujqësore, është evidente se kjo ekziston. Domethënë, jo vetëm të ne në Kosovë, po është globalisht. Domethënë, ekziston në për të gjitha tregjet ndërkombëtare. Duke parë parasysh se tani jemi edhe në prag të festave dhe me sa dim, opinioni publik nuk është informuar se janë 2 festa, është agjerimi i mujit të shajt të muslimanëve dhe po ashtu te pjesa e të ortodoksët kanë edhe ata një pjesë të agjerimit të tyre, ku edhe ata kanë për qëllim edhe shfrytëzojnë shumë këto produkte rreth 30 ditë konsum. Domethënë, ata sabotojnë disa pjesë të ushqimeve tjera dhe konsumojnë më shumë fruta perime. Dhe ka dashur rastësisht që se vjet të ndodh ky fenomen që të 2 festat të jenë në të njëjtën datë dhe në të njëjtën kohë. Po, tash që kjo ka ndiku direkt domethënë në rritjen e çmimeve edhe prej vendeve ku ju i importoni, ose a mundeni me na tregu praktikisht me sa çmime merrni, domethënë çu shkon deri në kur vjen në tregun e Gjelbërt këtu në Fushë Kosovë? Shiko, nëse merret numri përgjithësi domethënë të 2 komuniteteve fetare, është edhe ortodokse dhe islame, atëherë na del që realisht kërkesa për konsum është rritur. Domethënë është rritur shumë edhe realisht në bazë të kërkesës pastaj edhe çmimet janë rritur. Duke ashtu oferta ka qenë kufizuar. Po oferta ka qenë kufizuar për arsye të kushteve klimatike, sepse tani ndodhemi në sezonën e dimrit, domethënë nuk ndodhemi në sezonën e prodhimit ku prodhimi është maksimal. Realisht prodhimi është shumë i reduktuar, është vetëm arteria kryesore që tani furnizohemi është Turqia, edhe me qenë se ata kanë pas shumë probleme si vjet me të rreshura edhe me temperaturat e ulta, dhe një pjesë është e Greqisë. Domethënë Shqipëria ka filluar me disa pjesë, me disa artikuj dhe është normalizuar pjesa e aty në artikujve, ndërsa kjo pjesa tjetër që ka ngel që është e importit, edhe kësaj duhet i shtohet edhe dinamika e shpenzimeve, e cila me të vërtetë e ka rritur shumë koston e tjetuarit që nga lufta në Ukrainë. Domethënë nga derivati, nga rryma elektrike, e cila është super shtrenjtë, pastaj shërbimet e transportit janë rritur, dinamika e punës, domethënë realisht pagat e punëtorëve janë rritur, dhe gjithë kjo është një varg pastaj e cila krijon realisht një ngritje të çmimit të produkteve. Pra, të jemi të sinqertë, domethënë nga kërkesa e madhe e produktit, do të them edhe një herë, deri te dinamika e punës, e cila është rritur diku 20 deri në 30%. Këto janë faktorë të cilat po ndikojnë që realisht të kemi çmime të larta. Domethënë edhe vjet ka qenë edhe në pikun e sezonës, kanë qenë çmimet jashtëzakonisht të larta, dhe me qenë se kanë qenë prodhime vendore, kanë qenë çmimet jashtëzakonisht larta. Pasi jeni vetë importues, edhe nëse nuk është konfidencial, edhe pasi jemi këtu tek specat, është bo edhe temë domethënë që po shiten 5 euro, 4 euro gjysmë kila e specave. Me sa prej ku importohen, zakonisht për shembull prej kompanisë tuaj, edhe me çfarë çmimi hyn në Kosovë, pasi që janë rrit gjitha çmimet edhe këtu që po e përmend dinamikën e punës. Publiku duhet njoftohet lidhur me taksat dhe shpenzimet të cilat ekzistojnë në dogan. Domethënë realisht nuk mund të merret çmimi tavan realisht i një produkti i cili futet në fakturë. Duhet të merret edhe shpenzimet post asaj dhe kostoja të cilën dhe fitimi i biznesit, domethënë. Tash realisht deri në atë pjesën ku ti thuat te çmimi tavan në markete këtë janë 3 ose 4 zinxhir të cilët kalojnë. Domethënë ata nuk janë përfitues të parë realisht të cilët morrin nga dora e parë. Domethënë është një njerëz i cili ose një palë e cila merr nga ne dhe ja shet atij, pastaj edhe një palë tjetër ja shet atij, dhe kështu që pastaj fryhet ajo pjesa e çmimit. Ndërsa ne nënshtrohemi taksave doganore në bazë të referencave të çmimit. Realisht nëse 1 kilogram speca e kemi blerë në 2 ose 2 euro e gjysmë, atëherë ne shtrohemi diku 40 ose 45 cent
për kile shpenzime. Kur jashton kësaj edhe 10 ose 15 cent transport, atëherë na del bajagini kosto e lartë, domethënë plus fitimi ynë, domethënë këtu kemi problem se taksat realisht kanë mbetë te frutat ekzotik, kanë mbetë deri me 30%, ne jemi të atitueshëm. Domethënë te pjesa e frutave ekzotik nga vendet e tjera jemi 18 edhe 10 jemi 28.5%, ndërsa te kjo pjesa tjetër, te artikujt esencial, jemi me 18%. Ne kemi bërë apel te institucionet që realisht të bëhet edhe një herë për shkallëzimin të VSH-s, sepse janë gjëra esenciale të jetës këto, edhe të futen në branshën e produkteve të qumshtit apo të bukës, edhe realisht që të VSH-ja të zbutet jetë 8 ose 7%, sepse ne jemi të diskriminuar edhe me rajon përjashtor Shqipërinë, e cila ka ekur taksat doganore dhe ka lënë vetëm të VSH 21%, prapa ata janë më mirë se ne. Ndërsa në shtetet Çine, Maqedoni, Serbi dhe Maltezi, domethënë kjo pjesë ka dikon shifrën 8 ose 7, maksimumi 9% që të marrë. Nëse mundemi me kthy kështu në praktikë edhe me fol. Dje për shembull është diskutuar qysh në dogan, nga dogana po figuron që 1,50 € kushton kilogrami i specave. A është kjo vlerë reale apo vetëm qëndron në katalogun e doganës? Sa paguni ju për 1 kilogram? Shiko, dogana nuk i specifikon se çfarë speci bëhet fjalë. E kupton, ka lloj të specave, kupton, ka specat e klasit parë, ka specat e klasit dytë, kupton, ka specat e klasit tretë, ka speca me origjinë nga vende të ndryshme, kupton, dhe tani ka specat e djegës, ka specat pa djegës, ka specat e kuq, e kupton, domethënë. Që krejt lëvizjen e kostot. Po, lëvizjen e kostot, ndërsa dogana nuk marr statistikë të veçantë për një artikull të veçantë. Dogana ka për qëllim që ta mbrojë realisht, domethënë, punën e vet, që realisht ti merret me taksa. Dogana ka, domethënë, vlerësimin e doganës, vlerësimin e çmimit të referencial dhe marrjen e taksave nga biznesi. Po, nëse flasim kështu praktikisht me kuptu edhe blerësi atje në dyqan. Me sa para e paguni domethënë 1 kilogram ju kur e merrni prej Turqisë shembull? Po, shiko, nëse për shembull në Greqi, nuk është asnjëherë që ti do ta marrësh çmimin e njëjtë. Mund të jetë sot 1 gjys, nesër mund të jetë 2 gjys. Pastaj mund të jetë 3 gjys. Pastaj mund të jetë me 1 euro. E kupton, dhe asnjëherë nuk ka çmim tavan te puna e frutave. Domethënë kur e sjellni ju me 3,50 € kilogramin, i nënshtroheni procedurave doganore, paguni dogana, taksa, domethënë transportin, edhe kjo pastaj blehet prej qytetarëve këtu në pazar me sa euro, për shembull prej dyqaneve. Po nëse për shembull e ke marrë 2 euro në kilogram specë aty. Atëherë dikun edhe 60 deri në 70 cent shkon për kilo vetëm dogana dhe transport. Po, pastaj edhe plus fitimi del dikun te 3 euro. Pastaj edhe pjesa tjetër e marketit që ka, dhe ata e kanë dinamikën e punës shpenzimeve. Po. Ndërmjetësues që shkojnë me i furnizu, domethënë këto markete. Lutem, domethënë ne jemi vend të cilët edhe po pritojmë të prodhojmë. Do ta pranojmë edhe këto, domethënë jemi vend i cili më shumë varmi komplet nga importi. Edhe tash kur varesh nga importi, atëherë ata realisht i kanë sistemin e vlerësimit të punës tyre dhe normal që fitojnë. Çka mujta me vrejtë tek tregtarët e tjerë që po ta mundsin me bisedu, domethënë thanë që ka tepër pak produkte vendore. Ken kompirat edhe ken sallatat. Do thotë speca e çto ju i merrni gjitha prej jashtë, i importoni. Po këto janë të importe deri në sezonën realisht kur fillon Shqipëria. Në Shqipëria fillon edhe 2 ose 3 javë dhe pastaj bën balancën me një herë. Po, stabilizohet çmimi. Shqipëria lun rolin e vet realisht në ekonominë e vendit edhe të njerëzve, sepse ka probleme edhe çmimi është për shkak të kushteve të transportit, që është më afër, kupton? Po. Edhe malli vjen më i freskët. Kosto është më e vogël. Ndërsa nga vendet e treta, për shembull Turqia apo Greqia apo janë të gjitha shpenzime, do më paguhen tranzitet, paguhen nimori ka procedura administrative të cilat fatkeqësisht duhet paguhen krejt. Edhe tash në këtë pjesë, domethënë realisht futet edhe pjesa e energjisë elektrike e punëtorëve krejt. Nuk ka ma në Kosovë kena kalu në një stand tjetër realisht nga 5 ose 10 vitet e kalume. Kosova është bërë me shpenzime thuajse barabartë gati me tregjet evropian. Po, pasi jemi veç të shpenzimet edhe jeni moti në këtë lami edhe funksiononi moti me tregti. Sa ka lëviz domethënë brenda 10 viteve, edhe a shihni një dinamik të re të punës, për shembull shpenzimet që i keni sot, rrymën që paguni, punëtorët që i paguni, nuk ka më ndoshta pagesa si më herët. Unë e kom potencu edhe para 5 ose 6 viteve këtë pjesën e krizës së ushqimit. Edhe qëndroj prapa saj, edhe unë e mendoj se duhet bëhet edhe me keq në të ardhmen realisht për produktet ushqimore. Do jetë edhe me keq,
për arsyeën e vetme sepse mënyra e të jetuarit dhe qasja e përfitimeve materiale është bërë më shumë rreth gjërave virale, domethënë rreth show biznisit, rreth paras elektronike, rreth internetit, dhe kështu që me një fjalë mi përmbledh gjitha njerëzit po fitojnë pare ulur, domethënë pa punuar fare. Por kur nuk është tryp pyetja se këta njerëz që rrin ulur a ka nevojë për me konsumu nesër ushqim. Domethënë kjo nuk është. Dhe tash po normal se ka nevojë për konsumim të ushqimit. Ajo pjesa tjetër është që është tërje nga kjo puna fizike realisht për prodhimin e ushqimit dhe ka kaluar në pjesën e teknologjisë, ku rrin ulur ata të ditën, atëherë këta që prodhojnë, ta normal që pastaj kërkojnë më shtrejt, sepse janë pa konkurrencë në treg. Dhe unë mendoj që kjo do të vazhdojë kështu. Do të vazhdojë edhe në dekadën që vjen, nëse nuk ndërmirret diçka, sepse njerëzit kanë gjetur burime për të fituar më lehtë edhe më shpejt. Po. Edhe tash kjo pjesa që të merret me bujqësi ose të merret me tregti të frutave këtyre, ka më pak interes. Shiko, duhet të merrem edhe me një gjë tjetër, sepse rreziku jonë është shumë më i madh se sa pjesa e fitimit. Po diskutohet për çmimet të larta këtej. Mirë, po rreziku është i joni. Për shembull 20 ton spec ose domate, rreziku është i joni që i hedhemi, nuk është i blerësit. Po, nëse prishet. Po të lutem. Kjo është një lloj rreziku që realisht ne e përballojmë me pjesën tonë. Po që ka ndodhur edhe më herët, ka pasur raste. Neve për shembull, të secila qeveri që ka ardhur kjo që është, neve nuk na ngjojnë shumë gjëra të cilat neve nuk na ndodhin, nuk na i njohin. Për shembull, sistemin e kallës nuk na njeh sepse këto letohen. Gjatë transportit, gjatë përpunimit kemi probleme, na rrezohen, kemi nganjëherë produkt me cilësi pak më dopt. Mirë, po te pjesa e kallës, këtë bota e ka 2 ose 3% që e pranon kallën. Ne duhet të deklarojmë 100% këtë. Edhe plus jemi të dëmtuar në aspektin e... Kallëja është që kjo humbja, për me spiku për publik. Po e cila malli, cila liferatët edhe pastaj ky letohet. Ma nuk është më me kilazhin që ti e bjen nga importi. Edhe tjetra që është shumë e rëndësishme këtu, për me cek, ne nuk kemi asnjë përkraje, domethënë realisht nga asnjë qeveri deri me tani në politikat subvencionuese të kësaj natyre. Subvencionimi ka shku deri me tani vetëm në bujqësi, vetëm në prodhim. Nuk ka shku subvencionimi në pjesën e zinxhirit realisht ku prodhuesi e plason produktin. Domethënë unë nuk marr asnjë lloj subvencioni nga qeveria dhe me çfarë kam tregtuar shumë produkte dhe kam shumë kontrata me fermer për produkte vendore. Domethënë asnjëherë nuk ka shku subvencionimi të këto qendra, që realisht përmes tyre qendrave që punojnë me bujqet në kooperim edhe të bëjmë përgatitjen. Subvencionohet vetëm hallka e parë, fermer. Domethënë këto është ajo problemi. Edhe pastaj po ndikojnë sepse për shembull ne kemi kaluar shumë kohë nëpër Evropë, nëpër vende të tjera, edhe kemi marrë atje natyrën e punës si bëhet atje. Edhe këto përvoja i kishëm bërë këto në vendin tonë, kupton. Mirë, po nuk ka një çështje kësaj dhe pastaj kemi ardhur në situatë ku produktet çdo ditë variojnë dhe çdo ditë. Unë besoj që edhe produktet e Kosovës kur do të dalin me këtë dinamik edhe me këto rrogat të cilat me këto meditje të cilat kërkohen nga punëtorët në Kosovë, besoj se nuk do të jetë çmimi shumë i lirë. Po, unë kam një mesazh. Po të lutem, unë kam një mesazh të njerëzit që të ngriten, të punojnë edhe të lanë anësh disa punë tjera me të cilat realisht fitimet janë afat shkurtë. Kur folëm për stimulimin nga qeveria krejt në fund, a mundet qeveria për shembull ju stimulu juve me uljen e TVSH-s apo çysh ndodh zakonisht subvencionimi tek ju? Shiko, në për vendet huaja nëse keni po. Shiko, subvencionimi shkon që ne realisht të krijojmë kushtet. Domethënë kushtet për tregtimin e produkteve vendore, që të krijojmë kushte. Domethënë kjo është e para. Ndërsa te pjesa e subvencionimit të TVSH-s nuk ka nevojë të subvencionohet. TVSH-ja duhet të ulet për këto, e kupton? Duhet të ulet, domethënë duhet të ulet sepse është e ulët nëpër krejt rajonin. 18% për këtë pjesë është shumë. Duhet jetë 8 ose 9.